Kam dëgju shumë gjana nga njerë. I është ba pa drejt, vajzë ba pa drejt, djalit i ba pa drejt. Dëgjoni, Islami nuk i ka bërë pa drejt. Ajo e cila e ka bërë pa drejt, e ka bërë tradita jonë shqiptare, e cila ka qenë shumë dhunuse, tradita e disa njerëzve, shumë dhunuse ndaj vajzës, edhe ndaj grusë. Ndoshta të kalu me 1 vjet se ka me shku te nana vet, nusën. Kemi ndëgju në për orda, kemi ndëgju. Kjo zullum, ta Zoti nuk e don. As feja s'na mëson, po dhe ne se pranojmë. Dhe ma shumë ka të drejt vajza se sa djali. Ma shumë ka të drejt. Te shef e ka djalin, i jep benzine, i ndihmon, i blen kerre, ja rregullon këtë jetën. Vajzën si të marton mas mirë në ta kur. A ka, a nuk ka, a është e smut, a nuk shon spital me vizitu. Do thotë, o jemi dalë një shoqëri e cila nuk jema as shqiptar, as musliman, as njerëz, nuk e di që jemi të bo. Dhe në këtë konotacion, po du më ndërlidh që përgjithësia, po. Vajza duhet më mbajt, edhe pasit martohet. E ki obligim edhe vlla me majtë motrën, edhe motra vllaën. Dhe kështu formohet si shoqëri. Gjithmonë kur jenë këtë konotacion jema i fort. Edhe jetë e Zotit i fort, po edhe jetë e njerëzit i fort. Edhe jemi me ftyrë, edhe jemi me kulturë, edhe jemi me shpirt pastër, i shumë rahat shpi.